Për shembull, personat që kanë shprehit të konsumojnë kafe edhe çaj të zi, po edhe çaj të gjelbërt, apo në përgjithësi pijet e kafeinizuara, duhet minimizu apo duhet shmang fare. Për arsye se kafeina është një diuretik i fuqishëm, sidomos në orët mirë, mund të tolerohet në iftar, po në asnjë mënyrë në kohën e syfyrit nuk tolerohet që të pijet e kafeinizuara. Për arsye se këto do të shkaktojnë diurezën, largimin e langjeve, edhe do të arrihet ai kundër qëllimi asaj që na dëshirojmë që të kemë langje në trup, të përballojmë këto dieta sa më lehtë. Mandej, 3 racione në ditë. Pse të mos i kthejmë natën ato racione? Po vje koha e iftarit. Mos të marrim ushqimin thuajse s'kemi më kohë të ushqemi, edhe këtë ushqimin që e kemi të hajmë. Çka preferohet një iftar shumë i lehtë? Nuk është Ramazani, është muaj i shajt, mos të hytash në ato që hoxha i ditë më mirë se gjithë ne, po në këtë muaj nuk duhet të shajzojmë vetëm me agjërim. Kemi edhe ibadete tjera të cilat do të shoqërohen. Të lajmë hapësirë për kryerjen e tyre. Një iftar shumë i preferueshëm është të prishet iftari me 1 gotë ujë apo 2, të mirët në minimum 3 hurme, e kem shprehi ne muslimat që të prishëm me hurme, edhe mund të pijet një supë, të ndërpret ushqimi i iftarit, të kryet namazi i akşamit, të pritet të bëhet ibadet apo të bëhen ato konsultat që kanë pushimi, të fillohet me namazin e taravis, pas namazit të taravis preferohet një dark begi kalorike le të jetë. Po në asnjë mënyrë ushqim kalorik jo në kohën e syfyrit. Jo në kohën e syfyrit. Mandej, çka preferoj nga aspekti nutricionistik, preferoj që të mos e presëm minutën e fundit, edhe kafshatën e fundit të fusëm në gojë gjatë kohës së syfyrit. Mirë kishte me qenja 40 minuta para fundit, para imsakut, të përfundojmë ushqimin. Të lajmë pak kohë, disa të ratot ushqimit, të lajmë kohë se preferohet dikun gjys ore, pas përfundimit të ushqimit të pijet ujë. Atëherë kishte me qenë mirë të lihet një gjys ore, të mirët ujë mjaftueshëm, të mirën pak pemë, perime që ka marrëm, në mënyrë që të shkojmë në mënyrë të rregullt të ditën e ardhshme të kemi një agjërim tamam të lehtë. Është shumë e rëndësi të kushtohet rëndësi hidratime. Dhe për iftarin deri në syfyr jo sa më tepër, po brenda normalës të hidratohet, të marrim ujin e mjaftueshëm për organizëm. Shfrytëzoj rastin nga këtu që të informoj të gjithë ndëgjuestat, shikuestat, që shumë thjesht të llogarit çfarë peshe ka, të shumëzo me 30 edhe do të nxjerr sa mililitra ujë ka nevojë trupi tina. E kam fjalën pa aktivitetet sforcume fizike. Të konsumoj, të shfrytëzoj rastin për iftarit deri në syfyr të merr atë sasi të ujit. Shumë ka rëndësi për langje. Më tepër se sa për ujë, se sa për ushqim ka rëndësi për langje. Po, edhe një punë tjetër. Mos të mendojmë se nëse hajmë shumë bukë, më pak kemi me pas uri. E kundërta është. Aq më shumë që të hajmë më tepër kemi me pas uri. 3 ditë, 5 ditë pas të para do të kemë pak probleme, mirë po Zoti ka kriju njeriu një sistem shumë dimenzional me veti automatike, po dhe shumë adaptuese. Me njëherë pas 3-4 ditë agjërim, organizmi do të adaptohet, ndjenja urisë do të bie, sistemi ynë do të fillon të funksionoj këtë në tjetër rrugë, duke tentuar që të ruaj materet ushqyese të nevojshme, të ruaj langjet, edhe çka, të shkrijë masën dhjamore. Me shkrirjen e masës dhjamore, do të lirohen ato toksinat e mbjellura të deponuara me mujë të tanë në organizmin tonë. Kjo është një tjetër e mirë që do të bëhet një pastrim i brendshëm, një detoksifikim i organizmit në tërësi.